Shok dhe shoqeni, vëllezër dhe motra, qytetar dhe qytetare, njisha o njisha dhe isha. Hebrej dhe hebresha, se keni lëshuar rënjë thellë në vendin tonë dhe zorë se do shkulleni më. Kemi marrëdhënie vllaznore tashmë të fuqishme me shtetin izraelit dhe kjo nuk është më një teori konspirative, kjo tani është një fakt, kemi edhe titull honorifik. Më poshtë në këtë video do ju listoj disa, sipas këndvështrimit tim, sipas studimit tim më sakt, disa arsye, sepse këto zgjedhje majoritare janë të pavlefshme, pa nisur ende, dhe pse i gjithë ky proces është problematik dhe antikushtetues. Dhe bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nëse nuk ju pëlqen kushtetuta, ta ndryshojmë, po kjo është çështje tjetër. Dhe ecën në një paralel tjetër që prapë kërkon një qeveri teknike për të kryer zgjedhje në një pitkun e një kushtetute tjetër. Po me këtë që jemi, prapë nuk jemi në rregull me këtë proces zgjedhor që do zhvillohet ditën e diel me datë 11 maj. Spari, deri pardje, nga organi Spakut, janë raportuar 154, në mos gabohem, parëgutësi zgjedhore. Që këtu bie poshtë i gjithë procesi zgjedhor, sepse tregon që zgjedhjet janë të manipuluara dhe të manipulueshme. Dhe kjo nuk e parandalon dot gjithë procesin zgjedhor. Së dyti, shikoj kandidat që kandidojnë që nga mbrapa hekurave. Kushtetuta e thot qartë që një kandidat kandidoj duhet të jetë i padënuar. Dhe janë ish kryetar partish. Nise burgu për burra të thon, po kjo është çështje tjetër, unë po flas si thot kushtetuta. Iku dhe kjo. Tjetër, pëllumbat e diasporës. Thonë që pëllumbat e gjejnë rrugën e kthimit kudo që ti lëshosh. Kudo që ti lëshosh e gjejnë rrugën e kthimit. Po zarfat tuaj që nisni që atje nuk e gjejnë rrugën e kthimit. Dhe si mund ta besosh që e gjejnë rrugën e kthimit? Nëse sot s'po i besojmë as fjalës së gojës, as votës që kryet aty në moment fizike, jo më nga zarvat që nisen nga Athina, nga Roma, apo nga Amerika, si mund të vinë deri këtu. Unë e kuptoj entuziazmin e diasporës, në fakt nuk e kuptoj, nuk besoj se shumica e diasporës do votoj, por pjesa që do votoj, përveç manipulimit që është shumë i manovrueshëm në këtë rast nga ana e partisë në pushtet, edhe atyre do thoja, në rast se keni dëshirë, votoni për ne që ndodhemi në vendin am, bërtham këtu, me që votoni, vini të ktheheni këtu, po jo se shpërblim si ndëshkim, për këtë që po votoni. Mua gjithë kjo fushata e diasporës që nisi vitet e fundit, më është dukur një nga fushatat më, përveç se më fake dhe më të manipulueshme për opinionin publik dhe më problematike nga ana që është operacionale apo nga ana organizimit të partive, që unë se kuptoj, shkojnë lart dhe poshtë, ka parti që kanë nditur nga një vit të ca në diasporë dhe për çfarë? Se zgjedhjet kryen këtu, në Republikën e Shqipërisë, të ne që paguajmë taksa këtu. Shkojnë në diasporë, një qëllim të qartë që votat që vinë nga andej të jenë në një sasi të konsiderueshme dhe që të manipulojnë rezultatin e numrit të përgjithshëm të votave që ndodhen në shtetin shqiptar. Siç e dini, në shtetin shqiptar, numri i votuesve ka rënë shumë. Dhe kjo është një pikë tjetër që dua t'ju them, që në demokraci numri i votave duhet të jetë shumë i lartë që të krijohet një qeveri. Dhe ka 2 mandate që mbahet qeveria me 30-40% të votave.
në zgjedhjen majoritare dhe me 20% të votave në zgjedhjet lokale. Kjo është prapë shkelje kushtetuese. Iku edhe kjo. E fundit që ndikon në gjithë procesin elektoral është me këtë sistem zgjedhor që kemi folur dhe stërfolur, dhe unë personalisht kam mbledhur 20.000 firma. Dhe shumë nga partitë e reja kanë qenë pjesëmarrje në gjithë të proces, ku janë ankuar për këtë kod zgjedhor. Si do hyjë në zgjedhje me këtë kod zgjedhor? Sepse vetë ato e refuzuan dhe kundërshtuan këtë kod zgjedhor. Dhe nuk është e vërtet, nuk është problemi që ky kod nuk lejon koalicionet. Jo, i lejon koalicionet. Zgjedhjet e kaluara me këtë kod janë bërë, me këtë kod që u miratua në ambasadën amerikane kur ambasadori ishte Yuri Kim. Dhe madje në koalicion, për çdo kandidat që ishte pjesë e koalicionit, pragu ishte shumë i ulët dhe bësh deputet me 5.000-6.000 vota. Për kandidatët e pavarur ishte problemi, nuk arrije të zgjidhesh deputet. Dhe janë po këto parti që morën goxha vota në zgjedhjet të kaluara dhe nuk arritën të nxjerrin asnjë deputet. Si do nxjerrin tani? Dëgjova edhe një nga kryetarët e partive të reja që thonte, na votoni u ne, se mbasi të na jepni besimin tuaj, ne do kërkojmë qeveri teknike. Jo, më djalë, jo. Nuk kërkohet qeveria teknike mbas zgjedhjeve. Qeveria teknike kërkohet para zgjedhjeve. Ka disa raste të jashtëzakonshme kur një vend kalon në qeveri teknike, mund të zgjasë si periudhë, që nuk e kuptoj dhe gjithë këtë frikën, gjithë të habin, që për destabilitet politik ne jemi në destabilitet politik. Ne jemi në destabilitet politik. Këtë arrestuar kryetarët e partive më mëdha në vend. Dhe nuk kemi vend monopartiak, sepse nuk ke kushtetut që të lejon një vend monopartiak. Pra jemi në destabilitet politik. Si pretendon ti që do të shpëtojnë këto zgjedhje nga destabiliteti politik? Ti duhet të kërkojmë qeveri teknike për të shpëtuar nga destabiliteti politik. Ose në rast se nuk arrin një qeveri, varet si do shkojë gjithë procesi, po qeveria teknike për këtë krijohet. Ka disa raste kur kërkohet, nuk po i them gjitha këtu, se unë nuk jam subjekt elektoral. Po një gjë është e sigurt, në këtë rast kërkohet përpara zgjedhjeve për të lejuar një proces rregull zgjedhor. Kush ka dëshirë të votoj. Unë besoj që ajo pjesë elektoratit është e palëvizshme, po mua vjen keq që pse na merrin qafën e tjerëve që po jetojmë këtë realitet çdo ditë. Dhe realiteti nuk është realiteti i qeverisë dhe i ministrave të Edi Ramës. Realiteti është ky që shohim çdo ditë. Unë bëj pjesë të ata njerëz që nuk refuzoj të shikoj televizion, informacione marrë nga jeta ime përditshme. Se unë shikoj si ndikon qeveria në jetën time të përditshme dhe atë duhet shikoni dhe ju. Qa do bëni sot për darkë? Qa do i çoni kalamajve? Vendi nuk është vetëm 300.000 veta që janë administrat. Ka dhe 2 milionet sa të tjerë, 2 milionet sa, nuk e dim me sakt shifrën sa kanë ngelur brenda kufive të Republikës së Shqipërisë. Po them minimalisht dhe 2 milion të tjerë që nuk mbahen nga puna në administrat, po dhe në administrat nuk janë të gjithë të mirë paguar. Duhet shkojmë këtë, çfarë sistemi kemi, a kemi shëndetësi, a kemi transport. Para 2 muaj isha në Bukuresht, transport publik ishte falas, për shembull. Po arsim, a kemi arsim? Jo, mërë zotri, kur ndryshua ligji i arsimit lartë, studentët dolën në rrugë ku isha 50 vetë. Doktoraturat u mbyllën 8 vjet, master ju bë 2.000 euro në vit, e të tjerë. Sistemi po kalbzon dhe po dita ditës po arrin në një sistem që nuk po prodhon me asnjë profesionist, asnjë fushë. Kjo matet me rankimin që i bëhet Shqipërisë në të gjithë universitetet e botës, në gjithë raportet ndërkombëtare, kur në ditët e fundit për nga universitetet, e fundit për nga mirëqenia, e fundit për nga ushqyerja, jemi popullim më i keq ushqyer,
populli me çmimet më të larta të shportës, populli me më problematikën e testë, populli që thithë marrin më të ndotur, e të tjerë, bilancin bëhen e vetë. Tani këtë entuziazmin për të votuar, pse? Kë do votoni? Kë? Unë vazhdoj të komunikoj nga ky kanal, para një javë serverat e traktit, ato që aksesoheshin online në web, janë hakeruar. Ju e dini, zyrat e traktit janë mbyllur, ku kanë qenë zyrtare vetë për këtë projekt, për këtë portal të pavarur. Fjala lirë është bërë shumë problem. Nuk do doja të merrni shembull nga shteti i Izraelit, ku gazetarët po në mas po vriten, nuk vriten këtu, po në mënyrat e tyre të bëjnë njerëzit që të futen të gjithë në sistemin e tyre të shprishur. Dhe bilancin bëhen i vetë, nuk po flas për të drejtat e njerëzit. Më vjen keq që këtë vend flitet akoma. Është bërë filan rrugë, është bërë filan në rrugë, investimet që bëhen me fond të BE-s dhe shiten sikur bëhen nga qeveria shqiptare. Duhet të pretendojmë më shumë për veten. Dhe duhet të kërkojmë ca gjëra që janë minimale, njerë, jo thjesht pretendim. Më tha dikush para ca ditësh ta, çfarë të ka bërë tha Edi Rama aty? Unë jetën time të përditshme nuk merrem kurrë me politika, as më bie rasti, as më bie mendja. Përveç se kur kam punën tillë. I thash me pak fjalë, nuk më ka lënë. Kur them ai nuk më intereson fare të merrem kur në jetën time me membra të përvetshëm, po nuk më ka lënë të bëj atë që di të bëj, të shkruaj dhe të flas. Atë kam bërë gjithë jetën dhe ajo burim më është ndërprerë. E po tha të la gjallë, të paktën një gjallë. Tani po ka arritur në Shqipëri situata të paktën të lë gjallë. Njëri pa formim politik, një kast politike pa formim politik, pastaj për çfarë flasim, pastaj flasim kot. Zgjedhje për gjëra, për institucione, për dorën armë të tjera. Edhe diçka, e dëgjoj që thot më jepni mandat në kadër të përdor Saliu, një kundërshtar të përhershëm politik. Unë, kur kam nisur fakultetin dhe kur kam nisur se studenta, ishte qeveria e Zotit Rama në pushtet. Nuk e njoh fare sistemin arsimor të Zotit Berisha. E njoh teorikisht. Unë kam jetuar në këtë sistem. 12 vjet janë shumë, zotri, edhe për mua dhe për gjithë dhe për jetët e juaja. Janë 12 vjeç shumë. Mendoni mirë për vitet e ardhshme, për aq që ka ngel të gjitha, edhe për ata që janë trinj, për jetën që kanë përpara, që unë nuk e besoj që mentaliteti tyre përputhet me të klasë të shëmtuar politike. Unë ju përshëndes shumë. Jam e Vanfia, Pango, Shkurteva, dhe suksese për të gjithë pastaj. Kaq. Po, mos na merrni në qaf 80% popullsisë që nuk e meritojmë. Mirupafshim.